Në fund të një kapitulli të rëndësishëm të futbollit shqiptar, Gazeta Sporti Popullor përshkruante kështu largimin nga fusha të një prej emrave më të dashur të 17 nëntorit, Petrit Dibra, portreti i sportistit shembullor. Një nga javët e fundit të kampionatit ton, një ndeshje interesante ka tërhequr vëmendjen e dashamirësve të futbollit. 17 nëntori, vllaznia, por bukurinë e saj e rrit edhe më shumë një ceremoni e thjeshtë, por e bukur, emocionuese. Ajo i kushtohet futbollistit të shquar të 17 nëntorit, Petrit Dibra, që largohet nga fusha e blertë. Sportdashësit e përshëndetën plot ngrohtësi. Është ky shpërblimi më i madh që i bëhet sportistit të dalluar te ne. Sa kujtime zgjojnë këto çaste. Ato sjellin ndërmend sa e sa lojrat bukura të Petrit Dibrës, kujtojnë tërë rrugën e tij të pasur sportive. Ishte fëmijë atëherë, kur nisi të luaj futboll me moshatarët e tij, në për Spartakiada e kampionate aq të bukura, që në moshën 14 vjeç, më 1967, u inkuadrua në ekipin përfaqësues të pionierëve kryeqytetas dhe provoi shpejt ndjenjën e gëzimit që sjell fitoria. Nisma ishte e vrullshme. Talenti i djaloshit shpërtheu me shpejtësi. Nga ekipi i pionierëve, Petriti kaloi tek ai i trinjve. Mirko edhe këtu nuk qëndroi gjatë. Duke parë cilësitë e mira dhe perspektivën e tij, trajnerët e thirrën atë në ekipin e të rriturve. Ai, i ri 17 deri në 18 vjeçar, do ta gjente kampione 17 nëntorin, teksa do të zvendësonte nga ndonjëherë mjeshtrit e saj të shquar dhe me sprintet e tij, me kalimet teknike, me gjuajtjet e befasishme, do t'i rivalizonte ata. Dhe aq shpejt, titullar. E te 17 nëntori i mirënjohur, nisi të spikate loja e shpejt dhe e rrezikshme e sulmuesit të djathtë, Petrit Dibra. Vërshimet, sprintet, aksionet, gjuajtjet e forta e të befasishme dhe mbi të gjitha, loja plot zgjuarësi e Petritit, tërhoqën simpatinë e dashamirësve të futbollit. Mjeshtria e lojës së tij erdhi vazhdimisht duke u ngjitur, dhe krejt e veçantë, figura moralo-sportive e tij, figura e sportistit shembullor të edukuar me vlerat më të larta. Kur do herë shembull, në lojë e në jetë, në shoqëri e në punë, i dashur me të gjithë, i sjellshëm dhe korrekt. E nderuan shokët, e deshën sportdashësit, i respektuan gjyqtarët. Futbollisti i shquar Petrit Dibra, që titullar i shpresës son, pjesëtar e kapiteni 17 nëntorit, duke zhvilluar me sukses rreth 30 ndeshje ndërkombëtare. Kontribuai në 9 kampionate kombëtare dhe në atë të sezonit 1978 me 1979, ishte shënuesi më i mirë me 14 gola. 2 herë fituesi Kupës së Republikës dhe 3 herë nënt kampion i vendit. Petrit Dibra, të cilin vetëm aksidentet e penguan të vishte fanellën e kombëtare son dhe të mbyllte aktivitetin 27 deri në 28 vjeçar, mbetet gjithnjë një nga përfaqësuesit më të mirë të futbollit ton, energjik, të shpejt e sulmues, dhe i le futbollit kujtime aq të bukura. Kështu e përshkruante Sporti Popullor largimin nga fusha të Petrit Dibrës, një emër që mbetet pjesë e kujtesës së futbollit shqiptar.